الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta, më të dashurit të Zotit ja dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famadh urdhron e thot: o ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj dhe mos flisni vetëm se atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. Nëse ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do a përmirësoj juve veprat tuaja, do a fal juve mëkatet tuaja. Kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtarët e nderuar, jemi në muajin e Dhulhijhes, në muajin e fundit të kalendarit islam hijrik. Dhe në kuadër të këtij muaji, Zoti i Madhërisëm i ka përzgjedhur ditët e para të saj, respektivisht 10 ditët e para si ditët më të mira të vitit. Ne zakonisht dëgjojmë për mirësitë dhe vlerat e ditëve të Ramazanit, në veçanti të netëve të Ramazanit. Por shumë pak flasim për 10 ditëshin e parë të muajit të Dhulhijhes, në të cilin vetëm se kemi hyrë, e që realisht ditët e muajit të Dhulhijhes janë më me vlerë dhe më të shpërblyera, pra të veprohet në to, se sa ditët e Ramazanit. Netët e Ramazanit janë më me vlerë se sa gjitha netët tjera të vitit, por ditët e Dhulhijhes, konkretisht 10 ditët e parë të Dhulhijhes, janë më me vlerë se sa të gjitha ditët e vitit, madje edhe se sa ditët e Ramazanit. Për arsye se Allahu i Madhërisëm në Kur'an, para së gjithash, është betuar për vlerën e këtyre ditëve, duke thënë wal fajri wa layalin ashr, pasha agimin, pasha 10 netëshin. Shumica e dietarëve e komentojnë si 10 netëshi i 10 ditëshit të Dhulhijhes, të muajit të fundit kalendarik islam. E për ta konfirmuar edhe më këtë që po e themi, është hadithi ku Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam vetë deklarativisht ka thënë: ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam al-ashr. Nuk ka ditë më të çmuara, nuk ka ditë më të mira, në të cilat Zoti më së shumti e do veprën e mirë pe robit të tij se sa ky 10 ditësh. Pra, gjatë kohës sa ka qenë duke jetuar një prej 10 ditëshve të muajit Dhulhijhes në jetën e tij. Madje dikush prej sahabëve i tha: "Walal jihad fi sabilillah", a janë edhe më të mira se sa të luftosh për hir të Allahut, në rrugt të Allahut, për të mbrojtur apo për të çliruar? Tha: "Walal jihadu fi sabilillah", madje janë më me vlerë se sa lufta për në rrugën e Allahut, qoftë për mbrojtje apo për çlirim. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi shay. Përpos një njeriu që mund t'ja kaloj me vepër vlerës së këtyre ditëve. Kush është ai njeri? Tha: ai i cili del me veten e tij dhe me pasurinë e tij, pra sakrifikon jetën e tij dhe pasurinë e tij dhe çdo gjë e shkrin për hir të Allahut, nuk kthehet me asgjë. Vetëm ky njeri mund t'ja kaloj për nga veprimi vleror dhe i shpërblyer në 10 ditëshin e Dhulhijhes në cilën aktualisht jemi. Është vlerë e madhe, është mundësi e jashtëzakonshme me i mbri këto ditë edhe me i shfrytëzu ato. Prandaj pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Fa akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Shtoni sa më shumë që të keni mundësi
për tehlili është me thonë la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, minet tekbiri është me thonë Allahu Akbar, edhe et tahmid është me i qua Allahut lavd dhe hamd, me thonë elhamdulillah. Pra sa më shumë që i shtojmë këto thesarat xhenetit, nga se kështu i ka quajtur pejgamberi Allahut, sa më shumë që themi la ilaha illallah, sa më shumë që themi Allahu Akbar, sa më shumë që themi elhamdulillah, në veçanti gjatë këtyre ditëve, aq më tepër deponojmë prej thesareve të xhenetit, sepse këto fjalë realisht janë thesare të xhenetit për ne. Gjithashtu karakteristike këtyre ditëve, sikur se e dini, është se haxhilerët që kanë shkuar për ta kryer haxhin janë në vendet e shenjta. Aktualisht janë në Mekë, por ka edhe të tillë që janë në Medinë. Ndërkaq dita e 9 dhe dita e 10 janë ditët më të veçanta të Dhulhijhes. Ditën e 9 është dita e Arafatit, ku haxhilerët tubohen në vendin e quajtur Arafa, e lusin Allahun e Madhrishëm, e përjetojnë një lloj sekuence të ahiretit në këtë dynja, ku të gjithë janë të barabartë, sipër nga veshja, sipër nga fjalët, duke e thënë telbien e famshme lebejk Allahumma lebejk, deri në fund të fjalive të bukura, dhe të gjithë janë pa më parasysh se çfarë statusi dhe përgjegjësie mund të ketë në shoqëritë e tyre, ata janë të barabartë para Allahut të Madhrishëm, të pluhrosur, të lodhur, të molisur, por të përgjëruar tek Allahu i Madhrishëm. Njëjtë siç do të jemi edhe në ditën e gjykimit, të gjithë të barabartë, të gjithë me një veshje, të gjithë paraqitur para madhrisë së Allahut të Madhrishëm, për dhënë llogari dhe pastaj për të gëzuar për shpërblimeve që ne i meritojmë. Pra, në njërin anë haxhilerët e kryejnë haxhin, por në anën tjetër ne që s'kemi mundësi me kryer haxhin, çfarë kemi mundësi me bë? Kemi mundësi me bë një prej vlerave të madhështore që pejgamberi Allahut na ka mësuar, duke thënë se dita e Arafatit, kush agjeron ditën e Arafatit, do të shpërblehet me shlyerje dhe asgjësim të gjunave të vitit të kaluar dhe të vitit të ardhshëm. Pra kjo është një vlerë që Zoti ja jep besimtarëve që s'kan mundësi me shku në haxh. Nga sa ata që Zoti i ka zgjedhur për me shku në haxh, ata e kanë privilegjin e tyre të veçantë. Prandaj ata nuk agjerojnë ditën e Arafatit, por ne është mirë që ta agjerojmë. Normalisht është sunet, është diçka e lavdruar, nuk është obligative, është vullnetare, por kush për nesh nuk kemi dëshirë dhe nevojë me i asgjësu Allahu gabimet tona të një viti që ka kaluar dhe të një viti që do të vije, duke pasur parasysh faktin që gjithë jemi gabimtar. Akoma më tepër duke pasur parasysh faktin që nuk jemi edhe duke vepruar aq sa duhet për nga aspekti i adhurimeve vullnetare. Ne madje dhe çalojmë në adhurime obligative, e si është fjala me shtimin e adhurimeve vullnetare. Prandaj kushdo që ka mundësi shëndetësore që të agjeroj, le ta agjeroj ditën e 9 të Dhulhijhes që i bie dita e 8 që vije. Një vlerë jashtëzakonshme, kushdo që e bën një gjë të tillë do të ketë shpërblim tek Allahu nëse është i sinqert, me falje të mëkateve të vitit të kaluar dhe të vitit që do të vijë. Gjithashtu prej karakteristikave të këtyre ditëve është padyshim edhe festa e Bajramit. E përkitazi me festën e Bajramit është edhe therrja e kurbanit, një prej vlerave jashtëzakonisht mëdha, andaj kushdo që ka mundësi për ta therrur një kurban është shumë e vlerësuar dhe e shpërblyer tek Allahu i Madhërisëm. Normalisht gjakderdhja e kafshëve që bëhet edhe mishi që shpërndahet nuk arrin tek Allahu, siç thot Allahu në Kur'an, tek Allahu nuk arrin mishi që ju e therrni e as gjaku që ju e derdhni, por arrin devotshmëria juaj që ju e manifestoni gjatë kryerjes së kësaj sakrifice madhështore, për të qëndruar afër edhe familjarëve, për ta shtuar dashurinë mes nesh, por edhe të varfërve, skamnorëve, njëherët edhe shoqërisë që ne e kemi të afërt. Prandaj preferohet që mishi i kurbanit të ndahet në 3 kategori. Në rrethin familjar, pa marrë parasysh se janë të pasur apo të varfër, si shenjë dashurie, respekti dhe mirësie për ta, në rrethin shoqëror, në shoqërinë që ti mund ta kesh të afërt apo edhe të largët, dhe në rrethin e nevojtarëve. Ju japim edhe atyre që kanë nevojë në mënyrë që ata ta gëzojnë Bajramin sikurse e gëzojnë të tjerët. Nisur nga ky fakt dhe nga kjo vlerë e madhe, është e udhës që t'ju bëj ftesë të gjithëve, që kushdo që e ka bën një jetë me prej kurban, më e mira është që ta preni ju në shtëpitë tuaja, sikurse e kanë vepruar shumica e besimtarëve në këtë nënqiell. Por për arsye dhe rrethana të shumta,
dikush të mos ketë mundësi ta bëjë një gjë të tillë në shtëpi, prandaj preferon që ta paguajë atë në adresat përkatëse. E që në këtë rast, adresa e vetme, meritore dhe përkatëse për me organizu një ibadet kaq të vlefshëm, padyshim se është Bashkia Islame e Republikës së Kosovës, për arsye se jetën fetare në nivel vendi e organizon po kjo Bashki Islame. Andaj kushdo që e ka bën një jetë me bën një gjatë tillë, mund ta orientoj në zyret tona ku aktualisht janë duke funksionu dhe i presim besimtarët për me përmbush edhe këtë vlerë madhështore në mënyrë që Allahu me ishpërblyj ata. Njëherët për fund lejoni t'ju lajmëroj se është hapur konkursi për regjistrimin e nxënësve në medresen Alaudin këtu në Prizren, normalisht edhe në qytete tjera, po unë po flas vetëm për qytetin tonë. Medreseja Alaudin në Prizren, një kala e dijes tek e cila kemi pasur nderin dhe mirësinë me kalu edhe na dhe me mësu. Është ajo që jep themel të shëndosh fëmijëve tanë. Nëse keni prej familjarëve t'juj, djemë dhe vajza, që kanë dëshirë, janë dashamirë dinit Allahut, që kanë dëshirë dhe kanë prirje për me shku në atë shkollë, bëni ju shkak që ata me i bind për me shku. Nuk ka investim më të mirë për ju se sa spaku ta keni një fëmijë të familjes që ka kaluar në për dyert e medreses. Unë nuk di ndonjë medresant që i ka sjell dëm këtij vendi. Nuk di. Mirë po unë di çdo medresant, kush më pak e kush më tepër, i ka sjell dobi këtij vendi. Normalisht gjithë nuk mund të jetë të njëjtë, as në dituri, as në moral, as në sjellje. Por një e di, në çfarëdo që ka mundur të kaloj një medresant, në fazat ndryshme jetësore, kemi pasur edhe për atyre shokëve që janë sprovu me sprovat ndryshme, ndoshta kanë lejthit pak për rrugës së Allahut. Por ka qenë pothuajse e pamundur një ditë mos më rikthyen në origjinën e pastër të besimit, sikur se e ka mësuar në medrese. Për shkak të bekimit që e ka kjo shkollë dhe për shkak të mësimeve madhështore që ja jep atij nxënësi që kalon përmes saj. Pra, kushdo që e ka ndonjë pasardhës vetin, që sheh vlera dhe prirje për me qenë një bartës i emanetit të Allahut, nga se medreseja është kuadër të gjimnazit të përgjithshëm. Pra, aty nuk mësohet vetëm fe. Keni të bindur që 30% mësohet fe, 70% mësohet shkencë. Kam kalu fatmirësisht në atë derë edhe e di se çfarë mësohet aty. Kushdo që e merr këtë bazë, edhe pastaj i vazhdon sipas prirjeve që i ka, dëshiron të bëhet mjek, dëshiron të bëhet jurist, ekonomist apo diçka tjetër, e ka atë mundësi. Ne kemi medresant që janë nxënësit më të dalluar në për shumë vende të botës, në mjekësi, në ekonomi, edhe në shumë lëmi tjera që sot përçojnë mesazhe të drejtë për drejta dhe që kontribuojnë pa rreshtur për vendin tonë. Andaj, nëse keni familjarë të tillë që kanë dëshirë dhe kanë prirje, ju këshilloj që spaku një prej tyre ta orientoni për në medrese, nuk do të zhgënjeheni kurrë, përkundrazi do të ndjeni krenar dhe falenderues ndaj Allahut për një mirësi të tillë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.